Çelet ekspozita e grupit Muri në qytetin e Beratit. 11 artistë të gjinive të ndryshme të artit, piktor, skulptor, qeramist dhe karikaturist ekspozuan punimet e tyre në Galerinë e Artit të qytetit të Beratit. Arkitekti dhe karikaturisti i njohur i Vlorës, Arben Meksi, u paraqit në këtë ekspozit me 6 punime të dimensioneve të mëdha në gjinin e karikaturës. Kjo ekspozit u pëlqyer shumë, jo vetëm për vlerat dhe veprat e paraqitura, por edhe për nivelin e lartë artistik. 6 punimet e Meksit tërhoqën vëmendjen e shumë vizitorëve të shumt, në veçanti të turistëve të huaj, për metaforat e gjetura, filozofin, humorin dhe realizimin artistik. Arben Meksi, me profesion arkitekt, i njohur jo vetëm në Vlorë, por edhe në të gjithë vendin dhe ndërkombëtarisht, thonë se pasioni i tij është karikatura. Ai tregon se është një nga nismëtarët e grupit Muri. Unë jam Arben Meksi, me profesion jam arkitekt, po mire me karikaturat prej shumë vitesh, kështu që pasioni i veçantë është karikatura, dhe për këtë jam impenjuar shumë kohët e fundit për të bërë një ekspozit dhe një katalog me gjithë punimet e mia. Pra, prej sa vitesh merrni pjesë në grupin Muri, ku përfshihen piktor, por edhe ju, karikaturist. Tani unë jam që nga fillimi, që kur është krijuar grupi Muri, idea brillante e Adrian Devollit na bashkoi të gjithëve, gati 12 artistë, dhe përveç se jemi artistë, ne jemi miq, dhe bukuria e këtij grupi është se të gjithë kemi qasje të ndryshme drejt artit. Këtu gjën piktor, gjën skulptor, gjën karikaturist, gjën grafist, dhe hapja e këtyre të një pas njëshme e këtyre ekspozitave, jo vetëm që na ka bërë më të njohur, por edhe na ka bërë më të dashur me njëri tjetrin, më të afruar, duke bërë dhe katalog për çdo ekspozit që hapim, kështu që është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Fakti që blidhemi në Berat këtu dhe në këtë sallë kaq të mrekullueshme, jam shumë i emocionuar dhe më ka pëlqyer shumë. Po, pikërisht ndodhemi në eksponatin ku ju keni ekspozuar karikaturat tuaja. Cilat janë disa nga idetë që doni të përçoni ju me karikaturat tuaja, pra temat që ju përçoni? Tani karikatura ime është specifike, sepse është një karikaturë metaforike, e cila i jep mesazhet përmes figurës, përmes filozofisë dhe përveç humorit. Po, më konkretisht? Po, duke dalë në format të madh, për shembull me këtë lloj karikature, kjo bëhet vepër arti, hyn në treg. Dhe po ti shikoni këto 6 karikatura që unë kam ekspozuar në këtë galeri. Ta fillojmë me të parën. Kush është ideja, kritika që jep kjo karikaturë? Ideja, natyrisht, karikatura është i vetmi art, i cili ka 2 a më shumë kuptime. Nga njerë disa karikatura nuk shpjegohen, ato ndihen, dhe ajo është aftësia intelektuale e shikuesit dhe atij që e ka bërë. Domethënë sa këta janë me njëri tjetrin, që bashkërendojnë idenë dhe mendimin për të zgjedhur. Ideja, kritika që përçon, ideja karikaturës parë nuk mund të çahet druri me një sopat duke mbajtur plumçe, sepse gjatë lëvizjes sopat plumçja natyrisht do të lëviz nga vendi. Po, e dyta, kulla Pisa. E dyta është një gjë e shtrëmër siç është tore e Pizës, vetëm në hije mund të bëhet e drejtë. Pastaj kuptimet janë nga më të ndryshme, për shembull dikush tjetër mendoj një gjë tjetër, kështu që kjo është e lirë, na është art i bukur dhe është shumë art inteligjent. Kjo megalomania njerëzore, megalomania ne ndonjëherë vrasim veten ton kur mbiza ndalin në hund, mendjemasia. Mungesa e modestisë. E gjejmë gjithandej midis miqve, shokëve, vetes ton ndonjëherë bëhemi viktimë e kësaj megalomanie. Tjetra është kjo është humor për humor, domethënë siç po ma jep këpucën dhe ashtu unë po ta llostros. Pastaj të tjerët kuptojnë duke qeshur. Tjetra është nuk e dia, po kjo është se cilin këtë botë që janë hallin e vetë, sepse ka vdekur sirene e ujit, buri që janë gruan, peshku që janë peshku. Dhe kjo tjetra me varkën është, po peshkon, po në një vend ndalohet peshkimi dhe ka lidh varkën, atje ku nuk lejohet dhe në hijen e vetë. Kuptohet është një metaforë shumë e bukur që edhe ai është peshkon në vendin jo të dur, edhe s'ka për të thënë gjë se s'do ta lëmë. Karikaturisti i njohur vlonjat Arben Meksi flet edhe për të ardhmen e grupit Muri. Unë dëshiroj dhe është dëshira e të gjithëve që ky grup do vazhdojë. Natyrisht ne kemi patur miq shumë të afërt që janë larguar nga jeta, fatkeqësive natyrore s'kemi ç'ti bëjmë, por dhe ndonjëri që do të largohet është i lirë të largohet. Ne jemi me një vullnet të lirë të bashkuar, por unë them sikur dhe 5 vet të mbetemi, unë do jemi fundit bashkë me Adin, besoj që do jemi të fundit që do largohemi ose do ta vazhdojmë me këtë grup. Ka grup dhe me 3 vet si Isot Lab.
Po, shumë bukur. Atëherë unë falenderoj për këtë intervistë të sinqertë dhe uroj që ne të takohemi së bashku shumë shpejt për të përshkruar dhe jetën tuaj në emisionin Gjurmët në Vlorën e Flamurit. Është kënaqësi ju pres në qytetin e bukur, që ka një zhvillim, aty do shikojmë jo vetëm artin e karikaturës, por dhe arkitekturën, dhe do flasim në përgjithësi për këtë qytet të bukur që po zhvillohet. Faleminderit për sinqeritetin. Edhe juve. Arben Meksi është bërë shumë i njohur në gjinin e artit të karikaturës, jo vetëm për çmimet e shumta ndërkombëtare që ka fituar, por edhe sepse ai boton çdo javë karikaturën e tij në gazetën letraro artistike Ex Libris, e cila del çdo të shtunë.